Po problemi është njerëzit e Hamasit po prap do jenë aty dhe mund të kenë një funksion politik brenda për brenda. Sepse mund mos jenë si organizatë, si çfarë rreziku sepse çfarë alternative do kishte. Në momentin që OÇP-ja ka në fund viteve 80 vendosi të largohet nga Beiruti, shkon në Tripoli. Në Tripoli, në Tunis. Tripoli shkon në Tunis, pra strehohet në Tunis. Hamasit nuk i jep një ristret. Pra Katari nuk thotë që Hamasit do ta strehojmë si organizatë politike dhe do ta kontrollojmë nga pikpamja, sepse do ta kontrollojmë pikpamja aktivitetit. Fakti që nuk ka një dhënë se ku do shkojnë Hamasi, uniformën. Thjesht do ndryshohet uniforma, në zë është diçka që përflitet. Dhe ndofta në këtë pikë, ndofta Hamasi merr një pozitë politike, jo Hamasi me emrin Hamas, por një autoritet tjetër nën petkun e Hamasit, mund të marrë një pozitë kontrolluese në Gaza. Pra nga pikpamja, si tush, ne çfarë bëjmë, demilitarizojmë Gazën, i heqim kapacitetin ushtarak Hamasit e tjerë, e shkëpusim nga influenca iraniane, po de facto pranojmë një pozitë dhe rol të Hamasit për brenda. Sepse është shumë e vështirë që Hamasi ta pranojë atë lloj marrëveshje në formën që nuk parashikon një pozitë politike. Edhe këtu desha me thonë se me që përmendi Endri opozitën e të rreqit zvarre etj. Po, okay, në rregull, ka ndodhur, është në praktikën e Hamasit. Po ama deri në momentin që flasim nuk ka një autoritet politik të jashtëm, pra fjala vjen kur u bombardua Teherani. U doli si kandidat për të përfaqësuar opozitën trashëgimtari Shahut. Kur u rëzun talibanët, u gjet Hamid Karzai, u mor. Këtu nuk kemi një situatë të tillë, nuk kemi as pjesëtar të autoritetit palestinez që po vetë ofrohen, sepse teorikisht në rastin më të mirë, në rastin do restaurojë autoriteti palestinez mbi bregun perëndimor të lumit Jordan dhe mbi Gazën, atëherë duhet i njiheshe Hamasi duhet zhdukeshe totalisht në skena dhe duhet i njiheshe roli i autoritetit palestinez si vetmi përfaqësues legjitim i palestinezëve. Është një personazh në fakt Klejt. Marwan Barguti, duhet ta kem regjia atë foton e çka është një nga burgosurit që ka prej kohësh në burgjet izraelite, ka qenë me OÇP-n, që konsiderohet të paktën deri tani domthon ka patur përplasje brenda qeverisë izraelite për lirimin e tij dhe nuk e besoj, domthon po shkojmë pikën që Izraeli refuzon që ta lirojë. Për të kuptuar se është mirë që të kuptohet një herë, prandaj nisem atë pjesën historike. Pse Hamasi nuk do e ketë të lehtë të qëndrojë? Sepse nuk e do më njeri përveç Iranit. I ka dalë kundër Katari. Pra Katari i ka dalë kundër. Po, më mirë se tani sepse dihesh që Arabia Saudite prej kohësh ishte kundër Hamasit, Emiratet Arabe, Egjipti, Jordania, dihesh që ishin kundër Hamasit. Por Katari dhe Turqia e mbështesnin në një farë mënyre, Katari më shumë, Turqia disi më pak. Me këtë plan tani, dhe Katari dhe Turqia nuk do ta mbështesin më nëse jo, nuk është mbështesje, se e kërkojnë. Pikat e planit është që t'i japi armët dhe nuk do ketë më rol në të ardhmen e Palestinës. Është pikë integrale e planit. Është pika kryesore e planit, nëse të e dish. Pse është pika kryesore e planit? Jo, sepse në këtë proces ne ishim dhe para 30 vjetësh. Pra, ai rajon ka qenë në të njëjtin proces para 30 vjetësh. Izraeli do largohej, OÇP-ja e Arafatit do merte, do shndrohesh në një nga organizatë ushtarake në organizatë politike, autoriteti palestinez, dhe do merte dal kontrollin. Dhe pak a shumë e njëjta situatë është dhe tani. Dakor, po. Ky plan që ta kuptojmë, ky plan nuk ka të bëjë me që në moment do zgjidhet çështja e popullit në kuptimin e njohjes së shtetësisë. Është po njëjta gjë
me akordet e Oslos. E ngjashme. Diferenca me akordet e Oslos ka të bëjë me largimin e Hamasit, që nuk do ketë më rol, deradikalizimin e popullsisë, është ajo pjesa që duhet promovohen vlerat të tjera, vlera bashkëjetese, dhe reformimi i autoritetit palestinez. Pse janë këto 3 pika të ndryshme nga 1990-a, na 1993? Sepse u vure që nga 1993, sikur ngjarjet kishin vazhduar, sot do kishim një shtet palestinez normal, sikur mos kishte plasur. Po prit për ta mbaroj. Po e mbarove. Dakor, puna është që ta bëjmë si debat ose. Po prit për ta mbaroj tezën. Se po nuk e mbarova tezën, çfarë debate do bësh? Bësh gjysmën e tezës. Po jo, po është e qartë. Jo, nuk është e qartë. E qartë është fakti që në 1993 ishin në të njëjtën situatë, akorde, në këtë rast në 2025-ën jemi në një realitet. Jemi në po të njëjtën situatë. Ti do marrësh kushte të tjera. Dhe pse jemi me kushte të tjera? Sepse vendet e tjera, Arabia Saudite, e kuptuan që kanë humbur 30 e sa vjet palestinezët dhe vetë vendet e rajonit me një ideologji ekstremiste fetare, e cila nuk ka çuar asgjë kundi. Ka çuar vetëm në 10 mijë të vrarë, në shkatrime materiale të tjera dhe humbjen e aspiratave për 2 gjenerata po thuajse. Aspiratat i ka vra kolonizimi i bregut perëndimor të Jumit Jordan, që bën një shtet palestinez jo funksional. Sot, nesër, pas nesër dhe pasi 100 vjetëve, pa hik kolonët. Në momentin, pa ata kolonë që ishin, sepse në akordët ose këtë po them, se po ti marrësh gjërat e shkëputura, nuk e kupton. Në 93-shin, Itzhak Rabini është vrarë nga e djatha izraelite. Dhe e djatha izraelite u forcua sepse Hamasi dhe Palestini Islamic Jihad filluan fushat, vënje bombash në stacion autobusësh dhe vrasje njerëzish, dhe kjo e bëri që Netanyahu të vinte pushtet në 96-ën. Pra ata kolonë që vajtën në Baraku kur erdhi në 2000, se prandaj themun që duhet dish historinë mirë. Dhe në 96-ën erdhi Netanyahu, prej Hamasit ka ardhur pushtet Netanyahu. Dhe në 2000-shin kur erdhi Ehud Baraku, që ishte socialist, laborist, është bërë një tentativë për marrëveshje tjetër nga presidenti Clinton. Besoj i ke parë videot e Clintonit kur tregon. I dhashta 98% territorit të 67-s, territori 67 dhe me mundësinë që 2% që i mungonte ta merrte në një zonë tjetër të Izraelit. Pra të shkonte 100% dhe me Jeruzalemin lindor si kryeqytet të Palestinës. Por nuk pranoi sa Arafati. Dhe e di pse nuk pranoi Arafati, sepse kërcënohesh nga Hamasi. Prandaj kjo çështje është mbajtur 30 sa vjet mbrapa vetëm në Hamasit dhe ideologjia ekstremiste e tij. Prandaj duan gjithë ta heqin qafe, se duan të japin zgjidhje. Unë në mendimin tim nuk shoh që ky do të jetë ky plan e zgjidh thelbësisht çështjen palestineze. Ajo që Trump i ka tregu me si thosh praktikën apo me personalitetin e vet, ka qenë kjo të paktën në këtë kohë. Të përfundoj një konflikt të caktuar në çdo formë të mundshme. Dhe kjo është një mënyrë për të përfunduar një konflikt, sepse çështja palestineze nuk i jep zgjidhje në tërësinë e vet. Kjo i jep zgjidhje momentale Gazës, me çështjes Gazës, mund t'i japë një zgjidhje momentale, mund të riformatoj të paktën në pikpamje e organizimit, po prap një pjesë njerëzve të Hamasit, Hamasin aty e ke dhe nuk ka asnjë lloj gjase që Hamasi të zhduket nga territori, se përkundër, në të kundërt do kishte një hapësirë ku do të dislokoheshe. Sepse në rastin tjetër Izraeli shumë mirë mund të vazhdonte luftën në Gaza dhe ta zhdukte Hamasin. Në fund të ditës luftë totale, Hamasi zhduket. Hamasi nuk është një organizatë e cila tretet si kripa në ujë. Ashtu siç nuk ishin talibanët në Afganistan, të cilët erdhën në pushtet mbasi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pikërisht kjo arsye për zhdukjen e Hamasit është ajo pika për deradikalizimin e popullsisë. Deradikalizimi, okay, që ka të bëjë me faktin që mos jetë mos ideologji, pra po normal që ndryshoj kurrikulin. Më fal, se po të bëjmë çik histori, me që ke qef aspektin historik. Hamasi ka qenë një organizatë e cila nuk doli nga hiçi në Gaza, pavarësisht të historisë vet, vllazërisë muslimane edhe mbështetjes Izraelit,
në ato fillimet e veta. Pavarësisht kësaj, Hamasi ka qenë një organizatë e cila u popularizua edhe për shkak të korrupsionit edhe inefektivitetit të autoritetit palestines. Ka qenë organizatë e cila filloi dhe lindi jo si organizatë thelbësisht terroriste, por dhe asistenciale. Dhe pra është një organizatë asistenciale dhe më pas po mirë si dush edhe Wikipedia ka dhe po që për korrupsionin, ata janë miliarderë. Drejtuesit e Hamasit. Do të thosh pak deri do të them pak se arsyet pse ndahen dy territoret nuk janë thjesht se njëri është më terrorist dhe tjetri është më pak terrorist. Aty ka dhe arsye rrethanore, kompozicioni i popullsisë, si thosh, kompaktësia e territorit e kështu me radhë, afërsia me Egjiptin që ka bërë të mundur furnizimin e tjerë. Por Hamasi ka qenë një organizatë asistenciale që bëhet organizatë politike, e cila e merr dhe kontrollon, fiton më duket zgjedhjet e para dhe pastaj e kontrollon de facto dhe shkëputet nga autoriteti palestines. Një nga arsyet pse shkëputet është sepse është një organizatë e cila e zëvendëson autoritetin palestines në të gjitha funksionet e veta sociale, politike. Një sekond, të lutem. Dhe ajo çfarë them unë, sepse duhet të kuptosh që se tush Gaza identifikohet me Hamasin në pjesën më të madhe. Të trim shtremë të flasim drejt. Qofse ke për një program deradikalizimi, do të thotë që Gaza identifikohet me Hamasin. Problemi që ndron këtu, ti deradikalizimin mund ta operosh vetëm në momentin kur ti e ke shkatruar totalisht Hamasin. Dhe mënyra se si shkatruar totalisht Hamasi do të ishte që IDF-i të mësynte të shkonte deri në det, ta fshinte, ta pastronte të gjithë territorin. Për mua kjo ka qenë. Në mënyrën se si është plani, do të thotë që ti, komponent ndryshëm të Hamasit, do t'i kesh aty brenda. Programi i deradikalizimit është një program që duhet të ketë konkretësi se çfarë do të ndodhi. Dhe s'ka për momentin konkretësi. Ky program deradikalizimi nuk është gjë e re në botën arabe. Kush fitoi? Program për 2 sekonda, se program deradikalizimi nuk është gjë e re në botën arabe. Është duke bërë prej 10 vitesh Arabia Saudite me Bin Salmanin. Po e bën vetë. Edhe Emiratet. Dhe të njëjtin program do e çojnë aty. Pse? Sepse duan të zhdukin ideologjinë e vllazërisë muslimane nga zona e rripit Gazës, po edhe të Bregut Perëndimor. Siç bën me Sharën. Dhe rasti. Siç bën me Ahmed Sharën. Dhe rasti, po themi, i Hamasit. Pra, Hamasi e di pse e mori kontrollin e Gazës. Na futet prapë në histori. Jo. Pasi bëri zgjedhje, sepse filloi lufta civile. Po. Midis autoritetit palestines dhe Hamasit dhe i ekzekutoi gjithë. Por në Gaza, në dallim nga Bregu Perëndimor, nuk ishte më trupa izraelite prezente. Ishte larguar Izraeli në 2005. Kurse në 2007 kur plasi kjo luftë në Bregu Perëndimor ishin trupat izraelite dhe kjo përplasje midis Hamasit nuk mund të ndodhte. Ajo që shikojnë arabët e tjerë, ta themi cop, në kuptimin më banal të fjalës është, ju jeni të paaft, sepse edhe autoritetet palestinez i kanë bërë që duhet të reformohet. Shkurt gjithë ky plan, gjithë të vendet e rajonit, po i thon palestinezëve, ju jeni të paaft për të bërë shtet. Për këtë arsye do vim ne, do fusim trupat tona, do fusim institucionet tona, do ju mësojmë që të punoni dhe jo të vrisni veten, dhe pastaj do formoni shtet, sepse e keni treguar veten të paaft për 30 vjet, rresht, dhe keni shkaktuar vetëm probleme. Kjo është përmbledhja e gjithë këtij plani. Endri, kush fitoi nga ky plan dhe kush humbi? Flasim Izraeli, çfarë fitoi dhe çfarë humbi nga ky plan? Po, të gjithë palët fitojnë përveç Hamasit dhe ideologjisë ekstreme. Po, kemi Hamasin dhe tjerët. Po populli palestinez, nëse ka paqe e parapunës, nëse ka mësohet të punoj, të jetoj dhe të investoj në mënyrë paqësore, normalisht që është përfitim për ta. Kur largon një organizatë ekstremiste, terroriste nga koka, e cila nuk pyeti për, le të themi, nuk ka pasur zgjedhje në Palestinë, që nga 2006, sepse mbajnë pushtetin me dhunë, si Hamasi këtu, po edhe autoriteti palestinez atje. Dhe në momentin kur ti ja heq nga koka këtë organizatë terroriste, dhe pastaj i jep një mundësi të shikojë një dritare, fëmijëtarët me paqësore, në të cilën njerëzit të punojnë, të investojnë,
dhe të jetojnë paqësisht në territor, është fitore, po jo pra jo, është pjesë tani më letë ta mbaroj këtë, sepse është folur për gjithmonë flitet për 67-ën. Dhe kjo është fitore për popullin palestinez. Heqja qafe e një organizate terroriste. Është fitore për Izraelin. Heqja qafe e një organizate dhe një kërcënimi që e kishte, plus ishin objektivat e luftës dy ishin të Izraelit në Gaza. Kthimi i pengjeve dhe shkatrimi i Hamasit. Për ata është fitore. Njëkohësisht është fitore dhe për vendet e rajonit, në të cilët duan që ajo zonë aty mos ketë më konflikte dhe ajo ideologji të zhduket në ajo zonë, sepse krijon probleme të gjithëve, dhe është fitore për ta. Kush është humbje? Është humbje e Hamasit, është humbje e vllazërisë muslimane dhe është humbje e Iranit, i cili e përdorte si zar. Edhe ti Hamasin me Iranin e lidh. Po, është mos e evidente që tani ti rikthehemi, po janë që gjithë të lidhur me Hamasin. Po si mund ta pranoj Çarmatosin nëse është i Iranit? Si mund ta pranoj Çarmatosin? Plani aty ka një forcë ndërkombëtare, sepse prandaj po them, ka një forcë ndërkombëtare që do futet në vendet e rajonit dhe do jenë ata që do merren me këtë punë. Po, Irani s'është fare pjesë e negociatës. Po nuk është pjesë e negociatës sepse është pjesë është Hamasi, tani dhe trupat që do jenë aty do jenë ka ofruar deri tani mbështetjen Egjipti, Indonezia, kam ofruar këto vende që janë arabisë, edhe Turqia, flitet edhe për Turqinë. Mund të jetë dhe Turqia pjesë. Mund të jetë dhe Turqia pjesë po themi, e asaj force që është flitet edhe për Turqinë. Pra, garancit për këtë pjesën e dytë janë këto shtete të tjera, në të cilat Hamasin, nëse ka qejf të përplaset edhe me Turqinë edhe me këto vende të tjera, pastaj e kuptojnë. Po, Klet, kush fitoi dhe kush humbi? Se kjo është pyetja që bëhet. Qëndrimi që kështu në terma të tjerë. Qëndrimi që unë kam mbajtur dhe reflekton pak edhe reflekton edhe një qëndrim që është në shumë rrethe akademike ose politike në raportin për ato që për marrëdhënien që ekziston mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, ka qenë ky. Izraeli mban peng politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos në raport me konfliktin në Gaza. Është hera e parë, po flasim në histori nga viti 73 e deri më sot, që Izraelit i është imponuar një plan nga Shteti Bashkuar të Amerikës, të cilin Netanyahu edhe mund ta refuzonte. Dhe vetëm arsye pse u imponua ishte pikërisht goditja që Netanyahu bëri në Katar. Prandaj të thash që është një plan i cili nuk besoj që të ketë në një lloj afatgjatësie të madhe përveç se i jep fund luftës për momentin aty në atë zonë. Jep fund luftës për momentin. Je i sigurt se edhe për këtë punën e goditjes për të punën e goditjes Katarit, se u përmend deri. Po ta mbaroj Katari vërtet është goditur. Pa je sigurt që ka qenë në kundërshtim me interesin e SBA-s? Një sekond. Okej, nuk unë sepse menjëherë pas asaj goditje. Po. Katari ka lidhur marrëveshje me Shtetet Bashkuara për ofrim mbrojtje dhe në këtë mënyrë dhe jo vetëm kaq, ka bërë këtë marrëveshje sepse ka dhe bazë turke në Katar me Qeralafi. Pra ishte ideja që Katari mund të rrëshqiste në kampin na që ka marrëdhënie të mira me këto, mund të rrëshqiste në kampin e Iranit dhe këto të tjerë. Dhe tani pas kësaj goditje që ndodhi nga Izraeli në Katar, Trump i lidhi marrëveshje me Katarin për këtë, dhe njëkohësisht Katari ndryshoi qëndrimin dhe ju kundërvu Hamasit. Pra, në kuptimin e është win-win. Jo. Është win-win për gjitha palët. Për mua mënyra se si Netanyahu e ka shfrytzuar shfrytzoi sulmin e Hamasit në tetor kur ndodhi para 2 vjetësh, sa i bie 7 tetor 2023-shit, ka qenë jo vetëm ekstreme, ka qenë edhe si rezultat një situate globale problematike me problemin e Ukrainës përgjithësi, i cili ka tërhequr vëmendjen në një farë mënyre. Izraelitët e kanë tejkaluar atë që mund të ishte e pranueshme nga pikpamja e Komitetit Ndërkombëtar në raport me konfliktin. Kështu që në një farë mënyre Izraeli deri diku objektivin e vet final nuk e arrin ta shkatërrojë totalisht Hamasin. Dhe unë i insistoj dhe i qëndroj kësaj logjike,
Ashtu siç nuk arriti, ashtu siç u kthyen në Siri, u detyruan të pranonin një organizatë e cila ka qenë afiliuar me Al-Qaidën, ashtu në një farë mënyrë do të detyrohen të pranojnë me ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës një pozicion të segmenteve të Hamasit, po jo të gjithë Hamasit. Po. Do lënë armët, do veshin kostume. Si Ahmet Shara, ata njihen të gjithë, domethënë ata që janë eksponentë Hamasit njihen të gjithë sepse janë skeduar, domethënë dhe nuk ka këtë po them. Nuk ka interes asnjëra nga palët që të vazhdojmë më me Hamasin, nuk duan më probleme dhe duan ta mbajnë sa më larg. Edhe Arabia Saudite dhe Katari. Tani një pyetje që mos kthehemi prapë. Donald Trump e meriton çmimin Nobel, kjo është mbledhja e qeverisë Endri që në rastin konkret Endri? Po. Nuk është më ai. Jo, shikojnë çik, duhet të kuptojmë kriteret e çmimit Nobel. Atëherë, janë 4 presidentë amerikanë që kanë marrë çmimin Nobel. I pari ka qenë Roosevelti, Teodori, ai vjetri. Po. Dhe ka ndaluar konfliktin Rusi-Japoni. Pra marrëveshjen e paqes pas luftës ruse-japoneze 1904. Pra zgjidhi konfliktin mes dy. Mori Nobel. I dyti që ka marrë çmim ka qenë Wilsoni, i cili krijoi lidhjen e kombeve në atë kohë. I dyti për Nobel. I treti ka qenë presidenti demokrat, Barack Obama. Jo. Obama ka qenë i katërti. Ishte ai që është në vitet 70. Kush? Fordi? Jo, pas Fordit. Po. Ai ka marrë një marrëveshje. Fermeri i Pinat. Fermeri i famshëm se tani s'po vjen emri. Që vdiq para ca vitesh. Po, që vdiq vjeta për vjet. Dhe ai e mori sepse lidhi marrëveshjen midis Egjiptit dhe plus u angazhua për 30 vjet për këtë ditë. Dhe i katërti Jimmy Carter. Dhe i katërti që e ka marrë